nuk është prerë të parë, nuk është rishtar, nuk është madje ka goxha probleme dhe gjëra për treguar për politikën. Endrit Brahimllari, kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Endrit, si je? Kur po shkruaja pyetjet, në fillim shkruaja kandidat i Partisë Lirisë në Tiranë. Pastaj e fshiva e shkruaja Partisë Socialiste. Ore, si e kemi pëson ti? E para tani më është e qartë që unë kam më shumë se një vit që nuk angazhohesha më. Që ke bërë dhe i qetë, pale? S'ke qenë ka i qetë, ti e vulkanore, që e bërë ka i qetë? Të bëm pësaj, të qetë. Jo, po situata është e tillë që unë kam gati më shumë se një vit që kam shkëputur marrëdhënie dhe jam larguar nga partia në cilën aderoj, tani kam filluar një rrugtim të ri dhe jam bashkuar Partisë Socialiste pikërisht duke parë disa zhvillime pozitive në gjykimin tim që kjo parti ka ndërmarrë për sa i përket zgjedhjeve 11 majit, duke filluar që nga rigjenerimi, po themi, i kësaj partie, i strukturave dhe i po themi listës për deputet. Po të shikojmë tek kandidatët e Partisë Socialiste, kemi një ekip të ri, plus që aspirata për të çuar vendin drejt Bashkimit Evropian është një aspiratë cila kërkon mbështetjen mendoj nga të gjithë. Zoti Brahimllari, unë e vlerësoj në kuptimin kështu që çdo njeri është i lirë të bëjë zgjedhjen e vet, se ti mund të kesh sukses, dhe unë të uroj të kesh sukses, po edhe mund të dështosh. Dhe këto janë sfida në politikë, për më tepër në politikë. Sa vjet keni në politikë, se unë më mend që të vogël fare. 19. Çfarë thumë, po sa vjet që ti? 36. Po se sa vjet që ke hyrë ti në 17 e bie. 17 vjet që ke hyrë në politikë, në LSI? 17 vjeç. Wow, po çfarë bëhet ti 17 vjeç në LSI? Me çka ke nisur në LSI? Unë besoj që unë vi nga një profil që ka të bëjë kryesisht me atë që ne në politikë e quajmë nga baza e partisë, nga organizimi, nga funksionimi. Jo, e kanë fjalën kur e ke nisur me këto organizime. Sigurisht, në Amerikë thonë unë nisa karrierën duke ngjitur afishet mure. Ajo aty nis karrierën. E kanë fjalën që është karriera natyrale, domethënë ngjitje natyrale, por sot bëjmë pyetje reale kështu të drejtë për drejtë, edhe dua kështu të drejtë për drejtë. Të vjen keq që nuk je në Partinë e Lirisë. Para unë nuk dua të flas për të shkuarën time, sepse tani më ajo është mbyllur dhe është mbyllur, ta thash, për më shumë se një vit. Jam fokusuar tek e ardhmja, jam fokusuar tek agjenda europiane e Shqipërisë dhe duhet të jap kontributin tim maksimal që Shqipëria të vazhdojë rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, me qëllim që fëmijët tanë, prindit tanë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ajo çka është sot më e rëndësishme ka të bëjë me një energji pozitive që duhet dominojë në vend. Energji e cila duhet na karakterizojë nga një vendimarrje ku në thelb ka lirinë. Çdo person është i lirë të marrë vendimet e tij dhe të bëhet pjesë e një aksioni politik. Unë zgjolla pikërisht në këtë moment pasi mesazhet publike që po vinin nga Partia Socialiste prej shumë kohësh ishin mesazhe shumë të qarta, gjenerat e re, Bashkimi Evropian, dhe janë pikërisht këto mesazhe mbi të cilën unë kam nisur karrierën time politike dhe janë këto mesazhe mbi të cilët unë kam punuar prej vitesh. Ti je i ri, nuk je i vjetë tani, se po do të thënë pavarësisht se ke 19 vjet, po kështu je i ri fare, nuk ti futesh te gjenerata e re. Por çfarë pret e para një unë prisja që ti ishe kandidat për deputet, por në Korçë. Pse në Tiranë dhe jo në Korçë? Është një zgjedhje e strukturave të Partisë Socialiste për qenë në Tiranë. Po? Për të dhënë kontributin tim në Tiranë, unë vërtet kam kandiduar në Korçë, kam mbuluar në Korçë, po pra, dhe qarkun e Korçës, por i gjithë aktiviteti politik është i fokusuar në Tiranë. Kështu që unë do jap kontributin tim. Mirë, ti je figurë qendrore do jap kontributin tim me qëllim që të fitoj ekipi. I gjithë angazhimi im në këtë zgjedhje nuk ka të bëjë me emrin tim individual. Po pra, se këtë duhet. Ti je në listat e hapura, nuk je në listat e mbyllura. Po. Të duhet. Sa është numri i votave që duhet për të marrë mandatin? Për mua nuk ka rëndësi numri. Po jo, sa është thjesht ta dim, për ta ditur. Nuk e bëjmë dot sepse ajo është me një vot më shumë me merr tjetër, nuk ka lidhje. Ajo duhet parë rezultatin në total. Por për mua e rëndësishme është i shërbej ekipit. Unë do jap kontributin maksimal në
fitoren e ekipit. Ajo çka mua më ka karakterizuar prej vitesh në politikë ka qenë fryma e bashkëpunimit, puna në ekip dhe çuara e gjërave përpara. Duhet të kuptojmë gjithçka që në politikë jo gjithçka që ti pretendon se mund të arrish, po themin sa i përket karrierës tënde realizohet, sepse politika është sfida, çka thatë ju. Ti mund pretendosh se mund të kesh një mbështetje shumë të gjerë, po ndoshta mbështetja nuk është aq e gjerë. Dhe ti duhet që të punosh shumë. Ajo çka unë gjykoj që është më e rëndësishme në këtë moment është që gjithsesi nga ne të japë një kontribut maksimal me qëllim që të fitojë ekipi. Sot angazhimi ynë, por dhe përvoja jonë politikët duhet shkoj e tëra drejt Bashkimit Evropian, duhet shkoj e tëra drejt një rrugë. Tani pavajtur te Bashkimi Evropian, rrim te ky bashkimi shqiptar këtu. Si të pritën? Tani ti ke kontaktet, s'ka nevojë të filloj fushata. Si të pritën? Unë jam i qendrës së majt. Shumë mirë më kanë pritur sepse jo, si të pritën njerëzit që ti njeh ka fjalën, sepse tani ti je. Thash pra, unë jam i qendrës së majt, njerëzit e mi vinë nga kjo fash, qendrës së majt. Kështu që jo, mund të vinë nga kjo fash, po flas individi, sepse ata ti u ke kërkuar dhe do i kërkosh votën Endrit Brajmllari. Unë besoj që mbështetja unë që unë kam pas ndër vite ka qenë pikërisht këtyre qytetarëve të cilët përfaqësojnë këtë fash. Por nga ana tjetër, besoj që politika duhet ndërtohet mbi bazën dhe të asaj çka përfaqëson individi. Pra gjithmonë do ta shikojmë politikën si çështje ideologjie. Ideologjia është shumë e rëndësishme për një parti politike, përcakton një fash të caktuar qytetarësh, pra një ideologji e cila mbi bazën e saj ndërtohet një program, por unë besoj që individi, marrëdhënia me njerëzit është ajo cila e bën një politikan të jetë i suksesshëm dhe të jetë gjithmonë konkurrues, të jetë gjithmonë aktiv. Unë parimin tim kryesor në politikë kam pas marrëdhënie me qytetarët, kam pas marrëdhëniet me njerëzit. Je bëri rafinuar tani, nuk je më naft bruto tani. Ju keni përballë një person që ka kërkuar votë në një koalicion, djallë dhe një koalicion të majt. Po pra, unë këtë të thash në fillim dhe ti ndaj po them që nga eksperiencët e mia ndër vite, thelbi që ndronte individi, te marrëdhënia që ndërton individi me qytetarët. Më lë të riformuloj pyetjen. Ke bërë koalicion me PD-n, duke qenë LSI, ke bërë koalicion me PS-n, duke qenë LSI, tani shkove në PS. Tani këto tre momentet, si i vlerëson, kush është më i miri? Unë besoj që bashkëpunimi me për ata që se di në 2009 bashkëpunimi i LSI-s me PD-n, dhe në zgjedhjet e fundit. Në 2013 me LSI-s me PS-n dhe tani në 2025 je all inclusive. Unë besoj që bashkëpunimi me Partinë Demokratike, sado që mund të ketë qenë një vullnet pozitiv i drejtuesve për pas një koalicion, ka qenë sfilice për bazën poshtë. Baza nuk ngjit kur. Atëherë thoshë kështu ti ndrit. Kur këtë bësh, ndoshta mund t'i riktheni deklaratat e mia për sa i përket kësaj çështje dhe mund ta shikoni kam thënë apo s'kam thënë kështu për sa i përket bazës dhe çështjes që ka të bëjë me qytetarët. Ka qenë sfilica dhe këtë e din gjithë. Pra, është shumë e vështirë. Në 2009. Po e them që për te vullnetit pozitiv të leadershipit. Po në 2009 gjithmonë. 2009 dhe nxjerrjet e fundit lokale të 2000. Po jo, 2009 që ishte në pushtet, pushteti qendror, sa ajo ishte më e rëndësishme ndrit. Ishte eksperienca e parë e një bashkëpunimi, po e them edhe një herë që për te vullnetit pozitiv që mund të ketë pas leadershipi, bashkëpunimi poshtë i një nuk ishte natyral së majt me një nuk është natyral, ishte sfilicë. Po 2013 ishte sforcuar për sa po 2013 angazhimit. Besoj mund të shikoni rezultatin e 2013-s. Rezultati tregon qartë që ka qenë një ngjitje natyrale. Po pse i ky pse? Nuk është vendim që ka marrur. S'e jete. Atë s'do në kund. 2017 abia më e madhe ndrit Brajmllari ishte çpati LSI-ja që iku nga koalicion. Ti kuptove gjithë çfarë ndodhi? Prandaj një politikan e kultivon eksperjenca. Kam qenë jo me eksperiencë që kam tani. Ti ke qenë sekretari i përgjithshëm. Po pra, nuk kam pas këtë eksperiencë politike që kam tani. Edhe këtë e pranoj. Po ti ishe me këtë eksperiencë tani, ç'do bëhen në 2017? Do të vazhdoj një koalicion të majt. Patjetër. Domethënë nuk do vazhdoje, nuk do largohesh nga koalicioni këtë. Absolutisht. Po dhe besoj që është 80% asaj që mund të kërkonte edhe baza e partisë në kohë. Domethënë ti thuaj që baza njerëzit e kërkonin vazhdimin e koalicionit. Je i sigurt për këtë? Shumë i sigurt. Shumë i sigurt. Atëherë çfarë do? Pse e bëri? Tani kjo është një gjë që përket shkuar, nuk duhet të ndalen te kjo. Unë do të flas për të ardhmen. Unë po jap opinionin dhe mendimin tim për këtë situatë. Këtë podcast i Tiranës, po jo, nuk mund të flas. Sa atje Megjithëse ishte shumë pozitiv.
Po pikërisht po unë pozitiv natyral. Unë të respektoj shumë dhe ti e di se çfarë vlerësimi kam për ty. Kur dalim nga dera, unë të kam mik, të kam shok, po këtu ti këtu s'jam pozitiv. Unë ta thash shumë qartë që bashkëpunimi me një forcë të djathtë, për te dëshirës së leadershipit, është sfilitse për bazën poshtë, nuk është natyrale. Bashkëpunimi i Semajtës ka qenë natyrale dhe ka treguar rezultati. Tani kjo gjë është e vërtetuar, nuk ke pse më. Nuk i the njëri Limeca teori. Ç'u bën? Unë mendoj që sot më rëndësishme është që të fokusojmë energjitë tek gjenerata e re dhe di pse po këmbulun te kjo pyetje? Sepse do ishin gjëra ndryshe. Këtu e kam fjalën. Okej. Unë pikërisht se unë zgjolla këtë rrugë pikërisht për këtë arsye. Tani kam një pyetje, ju përmendët listën e Tiranës. Më bën përshtypje që ka shumë nga Bashkia e Tiranës aty. Aty është kryetari i Këshillit Bashkiak, që pavarësisht është në Korçë, po është pothuajse deputet e sigurt. Aty është nën kryetari i Bashkisë në Tiranë, kandidat për deputet. Aty janë disa antarë të Këshillit Bashkiak. Është ju Alit Valteri e disa të tjerë, mos gaboj. Aty ka dhe kryetar të njësive, Florian Pullazi fjala vjen. Tani, ç'është ky numër kaq i madh të njerëzve të bashkisë ose dhe drejtorat të Bashkisë Tiranës në listën e kandidatëve të Tiranës? Domethënë kërcet kjo pako Indrit. Unë besoj ekipi që ka përpunuar apo ka rekorduar listat për deputet ka menduar fitoret. Dhe ajo listë është bërë për të fituar. Fatkeqësisht nuk ndodh shumë kampin tjetër. Do të pyes për kampin tjetër, po prit të them pra kalkulimi. Po jo, ju thoni shqyrë nëse është kampi tjetër. Kalkulimi i një listë të tjetër është bërë në funksion të fitores. Dhe jep siguri për qytetarin, siguri për votuesin që të shkojë drejt fitores. Dhe është e qartë, dhe një fitore bindëse. Sepse ju e shikoni që në listat e mbyllura janë ju është dhënë mundësia gjeneratës së re. Pra, ju e shikoni që personazhe shumë të rëndësishëm të Partisë Socialiste janë në listat e hapura, do punojnë për të mbarë mbështetjen e vet qytetare, sepse gjithmonë kanë pas mbështetje shumë të madhe. Po mirë, Rama, pse se vendosi emrin te lista e hapur? Po do opinionin tim personal, do shkonin gjithë votat për Edi Rama, do diqeshin tjerët. Ziçe gara e drejtë. Ky është problem teknik e ke fjalë. Ky është mendimi personal, nuk është se. Jo, po ti je një mirë atë terrenin aty, ti nuk e thua kot. Sekretari i partisë do jetë, i cili do partia, do jetë në listë hapur. Do t'i japin të gjithë aty votat. Patjetër nuk ka konkurrencë. Po, mirë, kjo është rëndësishme se ti je këtë, di, nëse aty, duke qenë aty, çfarë ndodh? Është një listë punuar për të fituar. Jo, çfarë ndodh? Si shpërndahen votat e kanë fjalën? Votat, unë besoj që votat shpërndahen tek gjithë kandidatët, mbi peshën më të madhe që kanë elektorale. Ajo është një parti e madhe, një parti e cila është organizuar, tani më atë e dinë të gjithë që Partia Socialiste është organizuar. Dhe mendoj që lista është menduar në atë mënyrë për të cilë fitoren e Partisë Socialiste dhe besoj që është një përzgjedhje shumë pozitive, duke e parë dhe nga jashtë atë listë, pra është ruajtur një kombinim i gjeneratës së 2009 me gjeneratën e re. Ju shikoni që shumë të rinj janë në listë të mbyllur, për shembull në Tiranë në listë të mbyllur është Erion Male, një pedagog, një djalë i jashtëzakonshëm, pozitiv, i cili do të jetë deputet në parlamentin. Edhe ajo vajza Gjuzi. Edhe Gjuzi, e cila profesion Kavajon. E bëri kështu, e tha dhe vetë ajo që më priu tha fati, tha vetëm tha për një gjë tha që. Ju jeni gazetari i vjetër dhe ju dini shumë mirë që dalet e para publike kanë ato kostot e veta, por e rëndësishme është që gjatë rrugës të përmirësohet. Dhe besoj që është një ekip i konsoliduar dhe është një dëshirë. S'ke bërë në një muf kështu ti në daljet e tua të para. Nuk e qenë i jashtëzakonshëm, nuk e qenë si tani, po muf nuk i lëshuar, sepse unë vije nga një forcë e tretë që punonim shumë për të mbajtur rezultatin, realisht. Duke qenë se punonim shumë, ishim shumë kujdesshëm në deklaratat publike, në terren, është histori tjetër ajo. Tani ju thatë që por është një dëshirë qartazi e kryeministit Rama për të pasur një kombinim gjeneratash dhe për të pasur nesër një parlament me një gjenerat të re. Pra, po them logjikisht ka dhënë mesazhin që atë çka unë kam në dorë, brenda partisë time ta bëj, po e bëj. Po që në parlament, figurat të reja. Drejt për drejt, pra nga lista e mbyllur. Qartë, juve ju ftoi Partia Socialiste, ju ftoi zonja Manasiliu apo zoti Rama? Unë kam pas një komunikim publik, kam pas kontakt për t'u angazhuar, nuk kam pas kontakt, nuk ka qenë, po themi, ideja e përfshirjes. Je vetë ofruar apo të kanë kërkuar? Unë jam e thash kam një vit që nuk angazhohesha politikisht. Po e di se të kam marrë 100 herë për intervistë, ke thënë nuk flas. Nuk flas sepse ishin situata e tillë.
dhe nuk mundet të hyja në një debat I cili nuk I shërben askujt. Po pra, po tani të bërë ofertë? Jo, ka qenë dëshira ime për të qenë pjesë e strukturave. Je angazhimi tim në Partinë Socialiste. Ka qenë dëshira ime. E kuptova. Tani. Domethënë ç'ka ndodhur? T'jem korrekt. Po, patjetër. Ka dy modele në këtë zgjedhje. Dhe qartë ka dy modele. Modeli I një partie të majtë që është Partia Socialiste, po, dhe modeli I një partie të djathtë që është Partia Demokratike. Po, mundësia dhe hapësira për të përfshirë në politikë I një personi që nuk është angazhuar në politikë, qartazi është tek Partia Socialiste, sepse unë nuk isha angazhuar në politikë, isha larguar nga politika. Pra nga aktive. Një vit. Po. Pra qartë pse? Sepse ka dëshirë dhe vullnet kryetari I partie, kryeministri Rama, për të përfshirë element të ri në atë parti. Qoftë në listat e mbyllura për deputet, qoftë në listat e hapura, por pasaj dhe figura tjera për të vazhduar jetën e vet politike. Kurse nga krahu tjetër I shikoni që ka një përpjekje për të mbyllur listat tek disa personazhe që kanë shumë vite që japin në kontribut në do të pyes për PD-n. Pra, në këtë situatë qartazi, jo unë që jam I majtë, unë isha të qartë që në fillim, unë isha vendosur në fillim, pra unë që momentin që vendosa të jap dorëheqje nga strukturat e partisë në cilën aderoja dhe mos angazhohesha më politikisht në ato struktura. Dhe dorëheqjen do të përjashtuar. Unë kam dhënë dorëheqjen, nuk kam përjashtuar. Nuk të kam përjashtuar. Jo, unë kam dhënë dorëheqjen në mos gaboj 16 prill viti që shkoi. Një vit. Po, ka thosë një vit. Kam dhënë dorëheqjen nga struktura drejtuese e partie, prita që situata të reflektonte, aty nuk u reflektua asnjë gjë nga ato çka unë mendoja. Po pse do dorëheqje ti? Ti thua që njëri. Po thoja që midis dy alternativa, Partia Socialiste ka shansin që të përfshijë sa më shumë të rinj në këto momente, për shkak të vizionit vetë që ka për gjeneratën e re, për parti të re dhe për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Ju përmendet, ju lutem regjia listën e Tiranës, ju përmendet disa emra në listën e Tiranës, por sigurisht nuk do bëhen gjithë deputet. Tani se ju jeni në thojza usta I zgjedhjeve, sa zgjedhje keni menaxhuar zoti Bremllari? 10. 10 zgjedhje. Kjo është e 10. 36 vjeç e 10 zgjedhje. Ju lutem regjia listën e Tiranës, tani gjithë nuk do bëhen deputet aty. Aty rëndësishme të fitojë ekipi. Dhe unë mendoj që besoj kjo është suksesi I asaj përzgjedhje. Pse ti vetë nuk do të bësh deputet? Tani kur hyni garë, jo, kur hyni garë. Ore, ja futur për deputet apo jo? Prit. Kur hyni garë hyn për të fituar. Nuk ka një person që hyn garë për të humbur. Po, për të bërë deputet. Por e rëndësishme është çdo person që është I përfshirë të japi kontribut në fitoren e ekipit. Ekipi ka shumë më rëndësi se individi. Po të marrësh analizën e tim, unë kam hyrë 2 muajt e fundit në fushat të drejt për drejt. Pra dhe duhet kap një ritëm që shumë individat e parti kanë punuar prej kohësh me zona etj me radhë. Pra, unë nuk e kam fokusin tek Ti ke zonë të veçantë? Jo, nuk kam zonë. Unë nuk e kam fokusin tek emërim personal, pra tek ndryshim, kam fokusin të jap kontribut maksimal në fitoren e ekipit dhe do bëj maksimumin për të fituar ekipin. Në Tiranë da dorëheqjen Petrokoçi. Po. Dhe madje edhe Erion Braçe gati edhe akoma duket sikur se kam dhënë, po do ta jap, po edhe mund mos e jap. Kështu është Erioni në këtë moment. Dhe vjen keq ti ke një figura të tilla si Petrokoçi, si Erion Braçe. Po aty tani te lista e hapur, zoti Bremllari, ke Paneli Majkon, ke Mimi Kodhelin, ke Erben Plumbin, janë pesha të rënda për të listës. Tani nga 12 që janë të sigurt këta, ata ja po themi 20 merr synimi që ka PS, se ata nuk e dinë se sa merr, ja po themi 8. Po kush do bëhet më përpara aty, deputet? Po ju e thashë pak më parë, që në një ekip e rëndësishme është fitorja e ekipit. Nuk është e rëndësishme. Prandaj të ka zgjedhur Rama aty. Jo, po është sinqert. Ti flet për PS, nuk flet për po është sinqert që po them, se po është e vërtet, nuk mundet unë kam shumë sinqert, edhe pse shumë njerëz mund të më atakojnë për këtë lëvizje që kam bërë. Unë nuk kam shkuar aty për përfituar personalisht, për bërë një marrëveshje personale. Absolutisht, sepse unë jam, po themi, kam karrierë politike, unë njoh shumë si funksionon një parti politike. Duhen vite, duhen kontributi të ish pjesë e kësaj organizate. Dhe është normale. Aty ka personazhe që kanë punuar që në të njëjshin. Si përgjigjesh atyre? Në këtë situatë duhet koha e nevojshme, duhet puna, duhet kontributi, duhet dhe besimi. Do të thotë nëse ti nuk zgjidhesh deputet, çfarë ndodh?
Do vazhdoj të jap kontributin tim për ekipin. Për Partinë Socialiste. Patjetër, për ekipin. Kam premtuar në një post, në një detyrë, në një drejtor, në një... Besoj edhe në podcastin e vet, kryeministri Sjarri Qartazi që kur ma solli Ogerta emrin, tha Endriti nuk kërkon asnjë gjë, thjesht nuk do që të paragjykohet. Kaq. Unë kam kapur pjesë. Unë nuk kam. Po ma thoj këtu këtë lëra të mbledhjen atje, se ai podcasti është i partisë, është i qeverisë. Po, e tha vetë kryeministri Qartazi. Po mirë pa, do të thënë ti po thuaj që ti nuk e ke kërkuar asgjë, as zonjës Manasiliu, as zotit Rama? Unë s'kam kërkuar aty ku kam kontribuar 19 vite, të kërkoj këtu që kam 2 muaj, 3 muaj. Po aty çfarë morë ti te partia TLC? Patjetër unë jam bërë disa herë, jam bërë deputet disa herë antar Këshillit Bashkak, veç vlerësim dhe i vlerësoj. Sa herë deputet? Një herë deputet. Por zonë antar Këshillit Bashkak. Por jam zgjedhur deputet në Kavaj dhe kam zgjedhur Bashkinë e Kavajës për LSI me ekipin e në kod Kavajës nga Bashkia e fundit e Qarkut në Bashkinë e dytë të Qarkut. Atëherë doli Vora e para. Ky suksesi yt më i madh? Atëherë doli. Në politikë? Jo, është sukses në 2013 kur mbuluaj 103 dhe dola i pari në Tiranë për LSI-n 2013. Shikoni rezultatet. Tani si përgjigjesh atyre zoti Brembllari që të thonë tradhtar? Nuk jam shumë i qetë. Pse? Sepse nuk kam tradhuar kërkënd. Nuk kam pas qëllim të tradhoj, kam bërë detyrën time në front ku mbuloja detyrat në atë parti që aderoja, i kam bërë më së miri detyrat e mia. Kush më jef nga miqtë e mi, shokët e mi di shumë mirë sa i përkushtuar kam qenë punë. Unë ndoshta kjo nuk është përvlerësuar vetëm punën 20 ditën e 6:30 mëngjesit. Dhe kur tjerë mund dalin në orën 9:10 nga shtëpia, unë kam marrë 80% punëve. Bashkë kemi komunikuar shumë në telefon kur ti drejtoje një emision tjetër, unë kam qenë gjithkohës në lëvizje. Pra unë kam dhënë kontributin maksimal, nuk kam asnjë lloj merakus, nuk kam tradhuar kërkënd. Nuk e tradhuar as kas. Kam asnjë lloj meraku për këtë çështje, sepse jam i pastër në këtë histori. Unë tani po shikoj nga e ardhmja. Pra, nuk dua të merrem me të shkuarën time për një arsye, sepse e shkuara ime, ku më bëja pjesë e zgjolli vetë atë rrugë, nuk e përcaktova. Si e prite, si e perceptove, si e përjetove momentin kur ish presidenti dhe kryetari i Partisë Lirisë, presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta u arrestua? Unë besoj që çdo qytetar nuk ndihet mirë kur arrestohet një person. Ma këtu në Shqipëri, lere tani. Pra, unë nuk kyt ato persona që ndjehem kënaqësi kur arrestohet dikush. Domethënë unë i them shpesh kolegëve të mi, unë kam 2 parime, spitalin dhe burgu mos ja uro kërkujt. Kështu që sigurisht nuk jam ndjer mirë. Dhe nuk do ndjehem mirë për kërkon mesazh. Nuk kam pas komunikim për një kohë shumë gjatë, kështu që është mbyllë më atë. Po, a bie është se zoti Meta u prashtoi, do të thënë, uoqi e themin e gazetarët, edhe juve po edhe zonjën kryemalli, sepse me atë madje bëri dhe divorcin e një kurore prej shumë vitesh. Tani zonja kryemalli po bën një lloj fushate për zotin Meta, sepse ish kandidat. Ç'a ndodhi tani se zoti Meta ju vuri në blok ty dhe zonjën kryemalli bashk. Tani në fakt ju rezultoni që s'qeni bashk. Tregon që zgjedhja ime ka qenë e dur. Kaq, nuk kam asnjë koment për shkuarën time. Mos prisni që Endrit Brembllari të jeti balt për 19 vite kontribut. Nuk dëgjoni kurrë. Jo, unë nuk e presoj që ti të edhësh balt. Jo të ato persona që kanë themeluar parti, po edhe këto rishtarët që janë tani që bëjnë si liderë. As te këto. Për Tedi Blushën ke këtë rishtarët që bëjnë si lider? Jo, se kam. Po për Tedi Blushën ke, për çka ke, për mua ke? Jo, po them që unë mos pretendoj që unë të balt. Për mos edhe balt. Nuk e po e the kështu rishtarë e the më. Po prap, thash nuk e balt për ato që kam punuar ndër vite, kam qenë pjesë e një ekipi, jo as për rishtarët, pra nuk merrem me këtë histori. Është e mbyllur epokë për mua. Tani më shpjegon. Pra thash pak më parë, kur unë kam vendosur të zgjidh këtë rrugë, kam qenë i vendosur dhe i qartë. Dhe koha do më japi drejt, po më jep drejt. Më shpjegon ana teknike këta të bashkisë dhe duke të futur edhe ty të Tiranës, si funksionon nëse marrin mandatin ose jo? Fjala vjen zonja Kuko, se unë do ta kem mbas teje në intervistë. Po edhe ti si antar Këshillit Bashkiak. Është e qartë siç ndodhi me mua, kryetari, siç ndodhi me mua në 2017, ndorëzova mandatin e këshilltarit, e merr lista pasardhëse dhe merr mandatin e deputetit. Do të thonë, nëse ti merr, do të thonë tani nuk e dhën dorë. Jo, unë jam jo, e kam bërë një gabim jetën time, që prapë s'kisha eksperiencën e dur kur lash mandatet. Që mos pretendoni që 2017. Po. 2018. Jo, 8 në shkurt të 2018-s. Në shkurt 2018-s.
E kam bërë një gabim, në të mendon. E kam bërë një gabim atëherë dhe nuk ka shanse që mund të. S'fole në mbledhjen e kryesisë, se di unë se çka ka ashtu aty. E bët Çezai Rogën, e sulmuat Çezai Rogën dhe nuk merr veshin thotë. Prandaj politika nuk është. Se kanë bërë shkrim për atë gjë, është turp. Prandaj politika nuk është me lexuar, por është eksperiencë. Dhe mëson nga gabimet. Kush do bëj shumë e mirë? Ilir Meta apo Monika Krymadhi? Nuk marr përsipër për ta analizojë një situatë tillë. Tani mos rëshkit kështu e ndrit. Nuk ke marr përsipër për ta analizojë këtë situatë. Sinqerisht nuk ke marr përsipër. Tani Edi Rama kërkon mandatin e 4. Për çfarë do mandatin e 4 Edi Rama? Për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, është shumë e qartë. Tani unë nuk jam kështu. Logjikisht nuk jam student gazetari. Le ta them unë. Si e mendoj unë? Logjikisht është shumë. Pa pasur gjë për studentë e mi që i dua shumë, se mos më mërzitet në student. Student gazetaria do të thonë që jem fillim. Tani mandati 4 thonë ju Bashkimin Evropian. Logjikisht. Tu s'ka një liri more. Logjikisht është shumë e pastër. Pra, do të çojë përpara agjendën që ka për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por ka dhe një mision tjetër, që po fut gjeneratën e re politik. Po të vjetrit? Aty janë pjesa më e madhe, po punojnë me njëri tjetrin në ekip. Ku pjesa më e madhe s'ka vetëm Pandeli Majko dhe aty dhe më mbadha një herë në gjithë. Unë mendoj që janë gjithë, janë bashkuar, janë konsoliduar, madje unë kështu kam parë, unë dëgjoj se kam bashkëpunuar me Partinë Socialiste në Shkuarën, po, dhe e di shumë mirë. Edhe ne kur aderonin diku në forcë tjetër thoshim që do përçahen, por ato janë më të bashkuar se kur. Këtë ta keni të qartë, domethënë, është shumë e vështirë që të përçahen. Ku ndryshon çfarë lloj kryeministi, çfarë lloj kryetari është Edi Rama? Duhet unë po marr në analizë vetëm arsyen e marrjes së vendimit tim. Po. E para duhet kuptojmë diçka që guximi i tij për të çuar një gjenerat të re në parlament. Po. Në një parti ku i ka dhënë shansin dhe mundësinë të rinjve. Po e ha partinë. Por i gjeneron parlamentin e vendit dhe aspirata e tij për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian me qëllim që çdo qytetar i këtij vendi të ketë pasaportën e BE-s, është një aspirat që kërkon mbështetjen e qytetarëve. Dhe besoj që këto janë dy, në këto momente, këto janë dy nisma shumë të mira. Po të shikoni sot në çdo sondazh që bëhet, ose edhe qytetarët kur kalon takon në rrugë flasin për një klasë të re politike apo jo. Po nga fillon klasa e re politike? Jo, okay, klasa e re politike, po nga fillon kryetari ndryshon. Po duhet një garanci që të bëjë ndryshimin. Sepse po ashtu pastaj si bëhet apo jo? Si bëhet? Po smerret veç ç'a bëhet. Te kështu bëhet ju? Unë po flas për të ardhmen time. Po them që është një garanci për ta rigjeneruar parlamentin dhe për të dhënë impulse. Pse parlamenti ishte i mirë? Jo, ka deputet që kanë vlerësimin tim maksimal, ka deputet shumë të angazhuar, e tjerë me radhë, sepse mund të ketë deputet që nuk është aktiv në seancë plenare, por është aktiv me komunitetin, pra ka ndërthurje, nuk e kam të parlamentit që shkoj, e kam të dëshira e tij për të sjellë një gjenerat të re në klasën shqiptare. Mos më rrëshkas nga kjo. Kishe një konsiderat për të vëlla që ishte sekretar. Jo, nuk është një këshuri. Nuk ishe vëlla yt ai? Ai nuk ishe vëlla yt. Gjithmonë kam marrë probleme për marrëdhëniet me jashtë. Po nuk ka lidhje kjo. Jo, doja të pyesja. Nuk janë bërë pjesë e PS-s? Po jo, ai ka jetën e vet më fare me të shikon jetën e vet ka punë të vet. Mirë, mirë, qetëso. Kaq pa, nuk mund ta thuash ashtu qetësisht, çeke. Dhe zonja Flojda Kërpaçi, dhe ajo ka qenë nuk mundet ta takojnë personazhe që nuk kanë jetën publike. Nuk është e drejtë, ti je gazetar. Ai nuk është jetën publike, ai ka shef punë të veta, është totalisht censuruar. Pyetje bëhet ndritani, avash ndritani, qetëson që se. Ose zonja Kërpaçi ka qenë një republikë, ka qenë deputete, ka qenë anëtar e Këshillit Bashkiak. Nuk marr përsipër flas për të tjerët. Kështu që thirrni në studio flisni. Që ke bërë kështu specialist direkt sa u bashkove me socialistin e bërë specialist. Po ti mund të thosë për kolegun tënd. Vinte kampi opozitës. Si do të? Shumë e qartë, mënyra se si janë renditur lista tregon që është për të mbrojtur rolin e opozitës, jo për të fituar. Ti je kënaqur? Jo, s'jam i kënaqur, se vendi ka nevojë për një. Ti duhet të kënaqesh, tu mbasin ata të fitosh ti. Si? S'jam i kënaqur, unë vi nga terreni politik. Për mua e rëndësishme që të ketë një opozitë të konsoliduar. Ato e kishin shansin kësaj ere që të përfshinin shumë individ, shumë zëra publik
që mbrojnë interesin e opozitës. Po të shikoni, ka shumë individ në opinion publik që mbrojnë interesin e opozitës, pra që nuk janë përfshirë politikisht, por flasin për rolin e opozitës. Pra ato mund të kishin përfshirë këto personazhe që të krijojnë një hapje. Fakti se kanë bërë të gjë tregojnë që sondazhet e tyre janë drejt humbjes. Në gjitha sondimet, Partia Socialiste ka birrje të pikavarazhit, po themi, të përqindjes së mbështetjes, por kjo nuk përkthehet në ngritje të opozitës. Si e shpjegon ti këtë? Tashmë me përvojë, tani këtë analizën e bën. Ka një sondazhet e para janë sondazhe që tregojnë një trend. Po ne nëse kemi pa akoma kur të startoj, domethënë tamam fushata, domethënë. Fushata kanë nisur, por kur të startoj tamam fushata. Mirë, fushata nuk ka nisur zyrtarisht. Partia Socialiste është një makineri organizimi. Dhe këtë duhet e pranojnë gjithë. Ky është një makineri që kur fillon të merr përpara. Që prandaj mendoj që opozita, nëse do të konsolidonte rolin e opozitës, duhet të kishte menduar mirë për fshirjen e shumë zërave publik që janë në shërbim pra e ndihmon Partinë Demokratike që e zoti Berisha që po shkon 81 vjeç apo e dëmton? Ja, nuk marr përsipër të komentoj për. Po ti këtë se merr përsipër, këtë se merr. Çfarë merr përsipër? Zoti ta komentova listat pra. Tani the ata të Partisë Lirisë nuk i marr përsipër, këtë të Berishës nuk e merr përsipër. Si se merr përsipër? S'mund të them tani se nuk e di, nuk jam aty. Po tishe duhet të thoja, e ndëm, ose nuk. Ku tishe? Po tishe te PD-ja do të thoja, nuk jam PD. Po pse ti duhet vesh atje që ta komentosh tani? Se kuptoj, nuk e di si funksionon nga brenda. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk po të shmange, po nuk realisht nuk e kuptoj dot atë. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk e prisja që më shmangesh kështu. Si parashikon zgjedhjet? Besoj që arsyeja pse u bashkova Partisë Socialiste ka të bëjë pikërisht me një parti të re, gjenerate re dhe pasaporta e Bashkimit Evropian. E ke thënë këtë të re kur nuk ndryshon ai i pari, e di si duken ata të rinj aty? Si numëror duken. I pari që më garanci për ndryshimin. Ta thash. Ai s'lëvizej. Jo, është garanci që të bëjë ndryshimi, kur e ka vullnetin për ta bërë. Ore ku është partia e re mo e ndrit tani se po habitën man. Ti thua, heqim nga 20 veta nga fundi, ndryshojmë, i bëjmë të rinj edhe. Po kryetari nuk quhet. Nga listat e mbyllura, kam parë që i ka dhënë shansin shumë të rinjve për fshirjen në parlament. Dhe ka dhënë shansin, domethënë, për fshirjen drejt për drejt. Kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe? Shumë e mirë. Po, kështu pa përvojë direkt në parlament, detyre parë në parlament, sikur kërcet më ndrit. Po sepse nuk ka një fillim. Pra, diku do fillosh, nuk e ke përvojën që në fillim. Tani, edhe në ligjërimin tuaj the Shqipëria hyn në BE. Ky është fillimi. Ore, pse futim BE-n Edi Rama në 12 vjet? Se një nga premtimet në 2013 ka thënë që për 10 vjet Shqipëria antare BE-s. Unë besoj që ka një premtim ambicios që po i ndjek në rrugën e dur për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe për të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Besoj 2027 është viti, mendoj unë mund të jetë viti më i ardhshëm, më i afërt. Mendoj unë. 2027 antarësim. Mendoj unë. Je i bindur? Duke parë ritmin mendoj që po. Po s'ka ndonjë të papritur rrugë që se besoj. Papritur si papritur? Pra, unë mendoj që është viti më i ardhshëm për ta bërë këtë gjë. Si? Mendoj që është viti më i afërt për ta bërë këtë gjë. Dhe kjo i rregullon punën e Shqipërisë, zoti Brendari? Sigurisht po, sepse ti je pjesë e Unionit, je pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, me situatën që po ndodh në botë, kjo nuk është një wow, se shikojmë Bullgarinë dhe Rumaninë. Unë mendoj që Shqipëria përfiton më shumë nga Bashkimi Evropian sa ç'mund t'i japi raport me Bashkimin Evropian, kështu që për ne është mirë, duhet pa interesi pragmatik i Shqipërisë. Tani për ta mbyllur, sa vota synon të marrësh në Tiranë? Nuk kam hyrë për një numër të caktuar. Patjetër do bëj fushatën time deri në fund, por e thash, por mua e rëndësishme është realizimi i objektivave të ekipit. Nëse ekipi ka realizuar objektivat, është shtuar numër mandate në Tiranë, tregon që unë kam dhënë një kontribut. Ky është qëllimi im. Prandaj ka thënë po Edi Rama zënjes më. Po sepse kjo është e sinqert në këtë gjë tani. Nuk mund pretendoj unë tani ta thash e paguam me 3 muaj, vi direkt tani. Unë i kam shumë bezdi individë të cilët kur i takon për herë të parë shiten si faktor. Kam një pyetje të tillë Endrit që po më feks kështu. Partia Socialiste duhet marrë 70+1 vota nga 74 që tani që quhet majorancë dhe të krijoj. Nëse nuk e krijon, nuk e arrin dot, merr 67, 64, 66 si 2013. Me kë mund të bëj koalicion Partia Socialiste? Unë besoj që aspirata objektive është për të kapë
majorancën e vet, nuk ka Jo, po them nëse. Jo, ekziston mundësia që deputetët e Partisë Lirisë mund të nuk ti t'ja përgjigj këtë çështje. Unë besoj që Partia Socialiste fiton bindshëm këtë zgjedhje. Duke parë, ta thashë pak më parë. Ky është një alternativë. Po ta thashë pak më parë, shiko listat. Nëse Partia Demokratike figurat e vet kryesorë, që unë kam respekt për një pjesë aty, do i vende lista por punonin për kap maksimumin e votave, po do isha konkurruese. Ato janë mbyllur rreth një grupi me idenë që po marrim listën e mbyllur. Tani është e qartë mesazhi që qytetarëve. Okej, kemi ardhur në fund zoti Ibrahim Llari. Prisja sa gjëra shumë në fakt. Je bërë çik më i urtë se ç'ke qenë, si ti djali i urtë je kështu në format, po je bërë ose më saktë je bërë më i kujdesshëm. Po rrin atë pozicionin kështu klasik. Jo të e dritë Ibrahim Llari që çdo gjë merri me seriozitet, me impenjime kështu, po thua jo deri këtu thoj. Megjithatë unë të uroj suksese. Faleminderit që ishe këtu. Do të ftoj sërish në zemër të fushatës, po jo me këto s'flas për këtë, s'flas për këtë. S'jam në PD, e kupton çka ke thënë. S'jam në PD që të flas për Berishën. S'mund flas. Ja, ti je politikanore, çfarë thua? Megjithatë faleminderit. Faleminderit. Kishim Endrit Ibrahim Llarin, kandidatin për deputet Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës. Do vjojmë më pas me zonjën Romina Kuko.